Përveç bankave, të cilat kanë pasur një performancë pozitive në gjysmën e parë të këtij viti, edhe sektori jo bankar, i cili përbëhet nga institucionet financiare jo banka, shoqëritë e sigurimit, ato të kursim kreditit, fondet e pensionit dhe të investimit, ka regjistruar rritje të aktivitetit. Tregu i sigurimeve dhe investimeve janë ato që kanë pasur rritjen më të madhe të aktivitetit. Megjithatë, aktualisht sektori jo bankar vijon të dominohet nga institucionet financiare jo banka, me 39 të tilla. Rreth 29% e institucioneve financiare jo banka ushtrojnë aktivitet kreditues, ndjekur nga shërbimet për ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve me 19%, qiraja financiare me 11%, ndërsa pagesat, transferta dhe shërbimet e kombimit valutor me nga 8%. Sipas raportit të stabilitetit financiar të Bankës së Shqipërisë, totali i aktiveve të institucioneve financiare jo banka që japin kredi ushtua me rreth 2 miliard lek, duke u ngjitur në nivelin 77 miliard lek. Por cilët kanë qenë sektorët më të mbështetur prej tyre? Sektori i ndërtimit, aktiviteteve të pasurive të paluajtshme dhe tregtisë me shumicë dhe pakicë janë sektorët më të financuar me rreth 14%, 13 dhe 12% të totalit të stokut të kredisë për bizneset, ndjekur nga aktivitetet të tjera shërbimi me 11% të kredisë. Peshën kryesore të kredisë zën individët me rreth 61% të totalit dhe pjesa e mbetur i takon bizneseve. Sektori jo bankar ka rritur peshën ndaj totalit të aktiveve të sistemit financiar në nivelin 11% dhe peshën ndaj prodhimit të brendshëm bruto të vendit në nivelin 10%. Pavarësisht kësaj, bankat vijojnë të mbizotrojnë sistemin financiar me gati 89% të totalit të aktiveve, ndjekur nga institucionet financiare jo banka me vetëm 4%. Në 6 mujorën e parë, pesha e aktiveve të sistemit financiar ndaj prodhimit të brendshëm bruto u rrit me 2 pikë përqindje në nivelin 95%.